pagën minimale që do të thotë adin sa trusi, sa kontributet humbin prej tyre punëtorëve. Para mendojeni domosdoshmë që ne kemi paralajmëruar protestë të honën dhe nëse nuk zgjidhet problemi, të martën hynë në grevë dikun rreth 20 shkolla në Prishtinë punëtor teknik, sepse sot jemi në datën 15 ose 16 nëse nuk gaboj, dhe këta punëtor nuk e kanë marrë pagën e cila është pagë minimale me 390 euro. Dhe paramendojeni ju, nëse ne marrim 390 euro pagë dhe ajo pagë nuk merret me kohë dhe ne 90% punëtorët sektorit privat të Kosovës janë në kredi. Dhe të çështja informale, gjithëherë po flasim sipas dhënave të Bankës Botërore, 33% punëtorëve në Kosovë thotë nuk kanë kontrata pune, që ne mendojmë që është hala më i madh. Ka kompani, që unë njoh kompani, që me dekada punon dhe nuk është fare e regjistruar. Absolutisht. Ne nuk e themi diçka që po dom në farforme ta atakojmë këtë pushtet. Ne po tregojmë një realitet. Është një krim çka është duke u bë ndaj punëtorëve të sektorit privat të Kosovës. Dhe nuk po e themi këtu për herë të parë, me thonë çka. Këto çka po flasim na, të gjithë institucionet tona i kanë në tavolinë, por kjo realisht domethënë nuk po ndodh dhe nuk po lviz. Prandaj punëtorët të sektorit privat të Kosovës, pjesa më vitale që ka qenë kanë ikë sepse nuk sheh perspektivë këtu. Këtu neve normal na kanë mbet do punëtor të mirë, por nuk e njohin natyrën e punës dhe për ata fatkeqësisht si vjet vetëm në këtë vit që deri në fund të muajit të katërt kemi 19 raste vdekje në vend të punës, sepse shteti nuk ka përkujdesje fare për ta dhe shteti nuk mirët absolutisht me ta. Ne kemi kërkuar me dekada, këta punëtor janë tonët. Do ta kesh një fandbere se këtu kur humbin jetën, biles pak të kemi një stimulim. Dhe ç'ka boni? Shkoj edhe stimuloj, mirë që stimuloj punëtorët e sektorit publik. Por megjithatë ky zotnia imi bindur që e merr një pagë më shumë se sa punëtorët e sektorit publik. E merr më shumë. Dhe ky ndon për shtetin më shumë se sa ata. Dhe atina po i takoj ka që është në zyrë, është më komod, ka kushtet më të mira, është çka, dhe ky që rrezikon jetën e vet, domethënë në punë, në ndërtimtari, këtina nuk po bëj ka më dhon. Kurse ne të gjithë normal që paguajmë në jetën buxhet nivel të Kosovës. Janë gjëra të tmerrshme për neve, ndoshta për këta kolegët mund të jetë e panjohshme, por megjithatë do të them, gjithçka që ju e thoni, gjithçka që ju pretendoni, domthonë këto ne si sindikat kemi shtyr përpara, por megjithatë domthonë me rumbullaksu. Shteti dhe pronarët e kompanive për punëtorët të sektorit privat të Kosovës fare nuk e çajin kokën se a duhet përmirësuar ta punëtorët ajo. Por megjithatë e kanë marrë